Fermerët e zonës së Lunxhërisë kanë përfunduar tashmë procesin e vaditjes së misrit, duke e mbyllur me sukses një nga fazat më të rëndësishme të sezonit bujqësor. Sipas tyre, këtë vit nuk janë hasur problematika me furnizimin me ujë apo me infrastrukturën vaditse, çka ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e kulturës. Ata shprehen optimist se prodhimi i këtij viti pritet të jetë i mbar. Misrin për momentin kemi përfunduar vaditjen para 4-5 ditësh, nuk ka nevojë më, tani ka hyrë në procesin e tharjes. Ky sezon ishte i mirë, pak jo i qëndrueshëm në muajin maj për shkak të klimës së ftohtë. Pastaj pas muajit maj, muaj qershor, muaj korrik, ka qenë më stabil. Me pjesën e vaditjes kemi qenë okay, uji ka qenë i qëndrueshëm, nuk kemi pas probleme me pjesën e vaditjes, kemi patur ujë me bollëk. Tani presim të thahet muaj shtator, fundi muaj shtator, fillimi muaj tetor, shpresojmë të korrim. Pas përfundimit të vaditjes së misrit, fermerët janë angazhuar tashmë me korrjen e kulturës së jonxhës, një tjetër proces i rëndësishëm për sigurimin e bazës ushqimore për blegtorin. Pijojmë me pjesën e jonxhave pjesërisht, ato parcela që vaditen, sepse pjesa që nuk vaditet kanë qenë në muajin korrik që nuk korren më. Janë korrur 2 ose 3 duar, edhe nuk korren më. Pjesa që vaditen do korrim deri në muajin shtator, deri në muajin tetor, sa të kemi ujë. Është shumë e rëndësishme, qoftë për neve që kemi biznes familjar, qoftë edhe për blegtorët. Është baza ushqimore. Deri në muajin korrik, po, pjesa e jonxhës ka qenë e favorizuar sepse ka pasur rreshje. Tani pas muajit korrik, muaj gusht ka qenë shumë vështirë, shumë thatësire madhe. Ata vijojnë punën në terren me ritme të larta, duke shpresuar që edhe kjo kulturë të japë rezultate të kënaqshme dhe të përmbush nevojat për sezonin e ardhshëm.